Fëmijët e qendrës kulturore Kujtimalia kthehen nga Zagrebi me një sukses që i nderon jo vetëm ata, por edhe skenën teatrore shkodrane. Të vegjëlit morën pjesë në festivalin ndërkombëtar teatror për fëmijë, ku vlerësuan me çmimin special, ndërsa Yasemin Çaku dallua si aktoreja protagoniste më e mirë. Shfaqja Matilda, e përgatitur nga kursi i aktrimit dhe e përshtatur posaçërisht për fëmijë nga regjisorja dhe instruktorja Drande Xhaj, u mirëprit nga juria dhe publiku ndërkombëtar. Ishte një gëzim, një entuziazëm, një shpërblim i punës, munit dhe talentit të këtyre fëmijëve të mrekullueshëm. Ne jena rrit me Matilden, edhe shpresojmë që mos ndalemi këtu, jo vetëm me Matilden, por edhe sigurisht pse jo me shfaqje të tjera. Ne kena kaluar një eksperiencë mrekullueshme bashkë me gjithë shokët e shoqet, edhe jena shumë të hapur drejt eksperiencave të reja, sepse tashmë ne e quajmë Matilden një shfaqje të Mirëfillt, një shfaqje të pjekun, edhe ne jena aktor të Mirëfillt tashmë. Ishte diçka shumë e bukur dhe mëndaj se më të mirë kemi bë dhe më shumë bukur kemi dalë. Fëmijët e qendrës kulturore Kujtimalia treguan se kur talenti dhe puna e përkushtuar bashkohen, edhe skena ndërkombëtare bëhet e arritshme. Pjesëmarrja në Zagreb u solli jo vetëm çmime, por edhe përvojë dhe dëshirë për të vijuar rrugtimin artistik. Këta fëmijë po e çojnë përpara emrin e Shkodrës në artin për fëmijë, duke sjellë projekte të reja në jetën kulturore të qytetit.